Veshka kë ka si organ alat dhe kë ka armik? Veshka ka shumë alat. Veshka ka një alat e saj shumë të mirë, zemrën, që është pikërisht zemra i cila i pompon gjakun që veshka filtron, së bashku me zemrën veshka vendos dhe përcakton dhe presionin arterial, pra tensionin. Është pikërisht janë vlerat e tensionit që përcaktohen nga veshka dhe nga zemra. Veshka ka një mik shumë të mirë, ujin, jetën e shëndetshme, aktivitetin fizik, ndërsa armiq ka shumë veshka, ka sëmundjet kronike, ka sheqerin e rritur në gjak, diabetin, ka hipertensionin që e dëmton shumë, ka mungesën e lëngjeve, dehidrimin, alkoolin, duhanin, ka shumë miq, ka shumë armiq. Po në raport me ilaçet? Shumë, ka shumë medikamente të cilat dëmtojnë veshkën dhe ne i përdorim rutin për një dhimbje koke, për një dhimbje trupi. Cilat do të ishin? Siç quhen, është një familje e madhe anti-inflamatorë, steroid, të cilët ne nuk e kuptojmë për i përdorim në rutin. Është ibuprofen, është Voltareni dhe disa preparate të tjera të cilat fatkeqësisht përdoren në mënyrë të gjerë dhe nuk e kuptojnë dëmin që i shkaktojnë organizmin. Çfarë i bëjnë veshkës këto medikamente? Ta dim. Ti përdori me karar? Caktuar, po patjetër, në një moment të caktuar, të gjithë këto preparate që përdoren për trajtimin e dhimbjes shfaqin deri në insuficiencë pamjaftueshmëri të veshkës. Ndryshimet fatkeqësisht janë të heshtura, të pakuptueshme, nuk kanë shenja, por në përfundim të dëmtimit ndryshimet janë të parikthyeeshme. Suplementet ndërkohë që marrim në palestër? Të gjitha këto preparatet, koncentratet proteinike që janë një vlerë e shtuar e dietës ushqimore, veshka po të kishte gojë, çfarë do thoshte? Ju lutem, duhet përpara përdorimit të tyre të kryeni disa ekzaminime dhe përgjatë përdorimit të këtyre dietave keto apo me nivel të shtuar të proteinave duhet të kontrolloni veshkën tuaj. Ka shumë të ri të cilët gjatë një check-upi, gjatë një kontrolli rutin vinë me vlera të shtuar të kreatinemizë dhe të azotemizë dhe i dedikohen pikërisht një diete të shtuar në proteina. Nuk është problem sasia e proteinave që konsumojmë, është mënyra dhe dozazhi i pakontrolluar që përdoret dhe i sugjerohet qytetarëve. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.